Tërmete të fuqishme kanë goditur kryeqytetin e Venezuelës Caracas dhe zonat përreth, duke shkaktuar shkatrime të mëdha dhe viktima të shumta të dyshuara. Sipas shërbimi gjeologjik të SBA-s, një tërmet me magnitudë 7.2 u regjistrua rreth 160 kilometra në perëndim të Caracasit, i ndjekur pak sekonda më vonë nga një tjetër lëkundje me magnitudë 7.5. Ekipet e emergjencës janë angazhuar në kërkimin e të mbijetuarve në rrënojat e ndërtesave të shembura, ndërsa familjarët kanë kërkuar me dëshpërim ndihmë për të gjetur të afërmit e tyre. Të mbijetuarit kanë përshkruar skena kaotike dhe të frikshme gjatë evakuimit. Kur dolëm nga ndërtesa, ishte si një film horror, u shpreh një banore e zonës duke treguar momentet e panikut dhe rrënojave të shumta. Autoritetet lokale dhe ekipet e shpëtimit po vazhdojnë operacionet në terren, ndërsa bilanci i viktimave pritet të rritet në orët në vijim.